të kemi një krizë politike, nuk ka një marrëveshje mes palëve, opozita vijon të protestojë në Çadër, ndërkohë që nga ana tjetër mazhoranca vijon të punojë në parlament. Për gjitha këto ne do të diskutojmë në studio me Besnik Baren, deputet i Partisë Socialiste. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zoti Bare, duket se betejë e fundit e kësaj lufte sipas meje pa emër politike është fokusuar tek ndërkombëtarët ose mbështetja e tyre. E ka apo jo opozita mbështetjen e Washingtonit, apo e ka apo jo mazhoranca mbështetjen e ndërkombëtarëve të akredituar në Tiranë? Para pse ky fokus tek ndërkombëtarët në kohën kur ne pretendojmë se jemi një shtet që din formojmë shtet, domethënë, dhe që duhet të tregojmë një pjekuri të klasës politike, apo jo, për të marrë vendime dhe për të zgjidhur vetë këto kriza. Çfarë do të thotë gjitha kjo dhe ku duan të arrijnë palët me këtë? Unë do thosha që kjo në historinë e politikës shqiptare vjen kryesisht si një kompleks inferioriteti, mendoj. Sepse në historinë e zhvillimit të Shqipërisë gjithmonë ne kemi qenë të lidhur me një faktor të huaj tek i cili jemi mbështetur dhe kemi ndërtuar, si thuash, edhe gjendjen emocionale, shpirtërore, e kemi ushqyer me këtë. Por kemi qenë dhe të ndarë në dy pjesë që jemi tani, e djathta ka pjesën e vetë të ndërkombëtarëve që i mbështeten, majtat vetëm dhe një lloj përplasje. Edhe para viteve 90, kurse pas viteve 90, faktori ndërkombëtar ka luajtur padyshim një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në zhvillimin e demokracisë në Shqipëri. Por fatkeqësia në Shqipëri ka qenë se është lexuar ndryshe nga dy palët që përfaqësojnë, si thua, pozitë-opozit. Dhe ajo që është më e rënda sot është se fakti edhe mesazhe shumë të drejtë për drejta, koherente, mesazhe të cilat në asnjë rast nuk kanë qenë evaziv, por kanë qenë shumë të drejtë për drejtë, nuk duan të lexohen ashtu si i intereson shoqërisë shqiptare, ashtu si i intereson zhvillimit të Shqipërisë dhe ashtu si i intereson shumicës së shqiptarëve. Dhe rasti është konkret kur vërtet ndërkombëtarët, sepse me sa duket, domethënë qëndrimet e Partisë Socialiste, vërejtjet që bën, ftesën për dialog, këto gjithmonë kontestohen dhe janë kontestuar historikisht nga Partia Demokratike. Por sot edhe ftesa e faktorëve ndërkombëtar të rëndësishëm, qoftë majtas, qoftë djathtas, dhe ajo që është më e rëndësishme, ditët e fundit ne kemi edhe mesazhin nga dy institucione që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe njëkohësisht kanë qenë, si thuash, aleat Partisë Demokratike, ose të paktën janë servir, siç është qeveria Merkel, pra CDU-ja, me mesazhin e fundit që ishte shumë e qartë që fund bojkotit, dialog dhe zhvillimin e atij procesi që tashmë mori rrugë në qershor të vitit kaluar, por që praktikisht në korrik të vitit kaluar, por praktikisht që është ndërprerë. Dhe kjo është ndërprerë vetëm Por Basha insiston që ka një mbështetje nga administrata Trump, nga Washingtoni. Do me thënë, ne e pam Bashën së fundi në vizitën e tij dhe pam që produkti i vizitës së tij pothuajse ishte anonim. Unë personalisht dhe shumë kolegë të tjerë nuk do e merrnin vesh që Basha ishte prezent aty, nëse nuk do kishte dalë të jepte një intervistë diku te zëri i Amerikës. Nga ana tjetër, mesazhet nuk i jep një senator, nuk i jep një kongresmen. Mesazhet i japin institucionet, i jep Departamenti i Shtetit, dhe Departamenti i Shtetit i jep këto mesazhe nëpërmjet ambasadës amerikane. Çdo shtet kështu operon. Ambasada e çdo vendi është përfaqësuese e atij shteti. Dhe nga pikpamja institucionale, këto japin mesazhet. Dhe ambasada amerikane në Tiranë ka qenë jashtëzakonisht e qartë, ka qenë jashtëzakonisht jo kontradiktore, por gjithmonë e drejtë për drejtë dhe realisht, po të shikosh në historinë e zhvillimit politikës shqiptare dhe mesazhet që kemi marrë ne, që nga dita e parë deri në ditën e fundit janë dialogu, ulja e agresivitetit, konstruktiviteti, njëkohësisht sot dhe në vitet e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe veçanërisht shteti më i fuqishëm në Europë, që është Gjermania, janë investuar totalisht për një element, për një mekanizëm që është jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë, që nga eksperienca 25 vjeçare tregon që pikërisht ky mekanizëm nuk ka ekzistuar në Shqipëri, që ka bërë që Shqipëria të kalojë në herë në humner, herë del mbi tokë, bie prapë në humner. Dhe
Ky mekanizëm është drejtësia. Drejtësia është ai mekanizëm që edhe në SBA, edhe në Gjermani, edhe në Francë, praktikisht korrekton dhe rregullon edhe vetë politikën. Vënia në vend e këtij mekanizmi, ashtu si duhet, pra reforma në drejtësi, nuk është një avantazh për Ramën. Me gjithë këmbgulljen e ndërkombëtarëve, kjo reformë duhet bëhet me vullnetin e palëve këtu dhe të dyja palëve. Më fal një minutë, duhet bërë me vullnetin e shoqërisë shqiptare. Shoqëria shqiptare në masën 90% kërkon që procesi i reformës në drejtësi të vazhdojë. Dhe kjo reformë në drejtësi nuk bëhet e njanshme, nuk do të nesër pas nesër në qoftë se dikush shkel ligjin, qoftë i PS-s, qoftë i PD-s, do të penalizohen njësoj. Pra, ky proces i reformës në drejtësi nuk është se do të penalizoj PD-n dhe do të favorizoj PS-n. Përkundazi, Piles, duket paradoksale, si është e mundur një forcë e cila është në opozit, është kundër reformës në drejtësi. Më thoni, një opozit në botë, e cila normalisht opozita gjithmonë ndodhet në pozita... Pse është kundër? Është kundër pikërisht sepse ka bërë shumë gjunahe. Nuk ka thënë që është kundër. Absolutisht. Opozita thotë që përkundrazi, kjo reformë do të bëhet, vettingu do të bëhet, gjitha do të bëhen, por ajo ka shfrytzuar këtë element. Kjo është fasada që ka veshur Lulzim Basha për të shpëtuar statusin e vet politik. Sepse Lulzim Basha edhe gjithë enturazhi përreth ka kryer shumë mëkate në historinë e qeverisjes së këtij vendi. Dhe faktet janë shumë të qarta. Unë po them një gjë, edhe atë që kërkojnë për shumë qeveri teknike. Më thoni një element të ngjashëm me qeverisjen e PD-s në periudhën 4 vjeçare të qeverisë Rama. A kemi ne një sistem piramidal, bie fjala? A kemi ne një gërdec? A kemi ne shitje të interesave kombëtare siç është shitja e detit? Keni kanabizim të vendit? Ka patur gjithmonë. Jo. E diku është diferenca. Diferenca që ndronë në faktin se policia atëherë nuk i zbulonte, kurse sot i zbulon. Shikoni me radhë, sa zbulime me tonelata bëjnë në Shqipëri. E pa mundur që një vend tjetë kaq i kanabizuar dhe policia dhe mos tjetë kaq hermetike, nuk jeton diktaturë. Kjo ka ndodhur në periudhën e Lulzimit. Kapeshin andej dhe nuk kapeshin këtu. Zoti Bare, çfarë prisni në këtë situatë? Prisni një ndërhyrje të fortë të ndërkombëtarëve siç ndodhi me 21 Korikun me marrëveshjen për ndryshimet e paketës kushtetuese? Sigurisht ndërkombëtarët do bëjnë pjesën e vet, edhe pozita do bëj pjesën e vet. Ne nuk duam të krijojmë precedent të cilët praktikisht kompromentojnë të gjithë shoqërinë shqiptare, të gjithë të ardhmen politike të Shqipërisë, qetësisë të Shqipërisë. Imagjinoni, një çadër të tillë mund ta ngrejë edhe një parti agrare, edhe një parti e drejtave të njerëzit, nesër pas nesër, edhe një parti e 30-a, e 40-a, e 50-a, e 100-a, një çadër që të mbledh aty 1000 veta. E bën, atëherë në qoftë se një forcë politike del aty me një çadër dhe kërkon t'i imponohet gjithë shoqërisë shqiptare, në një kohë që e gjithë shoqëria shqiptare në masën 90% kërkon që të bëhet të fillojë procesi i reformës në drejtësi. Sepse ka një gjë. Po çfarë keni bërë ju për t'i dhënë fund çadrës, për të dëgjuar zërin e opozitës në kohën kur opozita thotë që këto element kam, këto instrumente kam për t'i bërë presion qeverisë, siç është bllokimi i parlamentit. Nga ana tjetra duhet këtë mazhoranca një qasje ndryshe sepse ka argumenta për qenë më e favorizuar se opozita, për t'i propozuar asaj zgjidhje. Çfarë keni propozuar ju konkretisht opozitës? Dialogu. Pra duhet ardhur në komision. Po ftesat për dialog nisen me ultimatume që në fillim do diskutojmë, por jo për qeveri teknike. Nga ana tjetër vjen Më fal një minutë, qeveria teknike është një gjë tjetër dhe s'ka të bëj fare me procesin e reformës në drejtësi. S'ka qenë qasja kaq pozitive nga asnjëra palë. Dua të them realisht për të folur vërtet për të analizuar këtë situatë, apo mazhoranca, çfarë duhet të bëjë dhe nuk është kjo qasja e dur, le ta pranojmë. Jo, është kjo, që domethënë çfarë duhet të bëjmë ne që reforma në drejtësi të ecë më shpejt. Çfarë duhet bëjmë ne? Çfarë mekanizma duhet ngrejmë ne? Po pikë pari opozita ka një shqetësim për zgjedhje, thotë do të manipulojnë zgjedhjet. Çfarë infrastrukture keni ngritur juve për këtë? Po të vësh re të gjithë fjalorin dhe të gjithë komentet që bën opozita, deklaratat e Bashës, janë të tilla që po ta vësh në vitin 1800, kur partitë politike në Amerikë ose në këto vendet e zhvilluara bënin debate, shkon dhe për vitin 1800 dhe për vitin 1850, dhe 950 dhe 2000, do shkojnë dhe 2100. Pse?
sepse çfarë thot Basha? Ne duam zgjedhje të lira, po ka forcë politike që nuk do zgjedhje të lira? Ne jemi kundër korrupsionit. A ka forcë politike që të paktën formalisht nuk është kundër korrupsionit? Atëherë në këto rrethana duhen ngritur mekanizmat. Dhe në lidhje me zgjedhjet, ka avantazhe shumë të mëdha sot në raport me dje. Bie fjala. Po marrim një element. Ne u futëm në grevën e urisë ndërmjet të tjerave, pikërisht sepse ne kërkonim që të hapeshin kutit. E mbani mend ju historinë e hapjeve të kutisë? Kurse ne në 2013, në 2015, në rrethanat kur kërkoheshin të hapeshin kutit, u hapën kutit. Edhe sot, ligji zgjedhor lejon që në rastin kur 2 antarë të komisionit kërkojnë hapjen e kutive, ato do të hapen detyrimisht dhe nuk ndodh si në kohën e Bashës dhe të Berishës. Kuti do të hapen dhe populli do të shikojë me sytë e tij nëse është bërë ose jo manipulim. Pra, ky kuadër ligjor. Po nuk është bërë asnjë ndryshim në kodin zgjedhor, nuk është bërë reforma, nuk është bërë asnjë përmirësim nga rekomandimet ose ODIHR-it. E kuptoni që ne nuk kemi pasur ndonjëherë një proces zgjedhor me kaq standarde sa nuk kemi nevojë për të bërë ndryshime. Absolutisht, ne po shkojmë drejt një procesi. Është një gjë. Zgjedhjet në përgjithësi kanë ardhur duke u përmirësuar. Manipulimi zgjedhjeve filloi... Përmirësime minimaliste. Jo, nuk është e vërtet. Manipulimi zgjedhjeve u mboll nga Sali Berisha. Dhe vazhdoi pra që në 94-ën me referendumin, që në 96-ën, në zgjedhjet politike dhe zgjedhjet lokale, kam qenë nënkryetari i Komisionit Përgjithshëm Zgjedhjeve në 96-ën, në tetor 96-ës, manipulim skandaloz, ku u vun dispozicion policia, shteti, shërbimi sekret e çdo gjë. Kurse sot jo, mund të kesh deformime në qendra të caktuara, të cilat janë lehtësisht të verifikueshme. Janë verifikueshme pikërisht për shkak të kësaj transparence dhe atyre mekanizmave që ekzistojnë në ligjin zgjedhor. Por, me qëra fjala dhe thoni ju, urdhroni, bujrum, edhe kryeministri dhe Partia Socialiste në tërësi, ka qenë e hapur. Hajde ulemi çfarë mekanizmi kërkoni ju, në mënyrë që zgjedhjet të jenë edhe më transparente se tani. Ata kërkuan votim elektronik. Votimi elektronik po e heqin vendet e tjera dhe po të sjell një fakt. Ne para 5-6 vjetësh në komisionin, në Asamblenë Kombëtare tentuam që të bënim votim elektronik. Sa ishim ne? 200-300 veta. Dhe e futëm dhe tentuam të aplikojmë dhe nuk funksionoi. Makineria pra dështoi. Imagjinoni çfarë kolapsi do të ndodh nëse kjo bëhet në rang republike. Dhe një gjë tjetër. E thash dhe një herë, 2 veta në komision praktikisht mund të reklamojnë dhe mund bëhet numrimi dhe verifikimi i kutive të votimit. Këtë gjë edhe mekanizmat të tjerë, nëse duan që të shtohen, bujrum. Pastaj ka dhe një gjë. Asnjë vendim i rëndësishëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk realizohet dot pa qenë 5 antarë komisioni. Që janë përfaqësues të opozitës. Atëherë, më thoni, shiç ndryshim të madh ka dje me sot. Dhe jemi të hapur që edhe elementë të tjerë mund të futen. Në teori kemi ndryshime shumë, por në praktik nuk është se kemi shënuar ndonjë progres të madh. Megjithatë, të njëjtën pritet kalojnë në ligjet për reformën drejtësisë, siç është ai i procedurës dhe i kodit penal. Ndërkohë shpreh një shqetësim dhe nga vetë ju që për disa nene nuk ka dakordësi mes Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. A mendoni se mund të bëhet pengesë Lëvizja Socialiste për Integrim në votimin e këtyre ligjeve të njëjtën duke pasur parasysh se ka një debat të nxehtë mes palëve kohë të fundit, ka replika, janë quajtur konstruktive, por gjithsesi për qenë real, në fakt. Për të ardhur ligji deri në këtë formë, padyshim që ka patur jo dakordësi bile edhe brenda grupit parlamentar të PS-s. Dhe unë e quaj shumë normale që të ketë kundërshti. Në këto rrethana, padyshim, ato mund të diskutojnë qoftë edhe atë ditë dhe unë nuk shoh ndonjë element për të shqetësuar në mënyrë që të mos miratohen. Ajo që është shqetësim për mua është reforma në drejtësi, zbatimi, atë që e kanë shprehur jo vetëm faktorët shqiptar, por dhe ato ndërkombëtar, zbatimi i vettingut, ndërtimit të institucioneve që edhe atëherë, me thënë të drejtën, vjet kur u votuan ndryshimet kushtetuese, personalisht unë kam qenë skeptik në qëndrimin
bashkëpunues të opozitës, sepse ajo asnjëherë s'ka dashur të ketë reformë drejtësi. Dhe është dhe një gjë tjetër që do doja të shtojnë, ndoshta është e fundit, që praktikisht opozita po të donte dhe t'ishte e shqetësuar për reformën zgjedhore, nuk do e linte këtë 4 muajt e fundit, por do e fillonte që ditën e parë që ne erdhëm në pozitë, si që bëm ne në periudhën kur në vitin 2011 edhe 2009, që ditën e parë ne akuzuam për manipulim votash. Dhe vazhduam protesta e tjerë, pa kërkuar këto gjëra që po kërkon PD-ja, pra është thjesht një alibi për të shpëtuar lëkurën e disa politikanëve që është në kundërshtim me interesat e shqiptarëve. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit.